Në portin e Shënqinit sot do të mbërrin 40 emigrantë nga Italia me urdhër dëbimi. Në bazat e kreditit të qeverisë Meloni, emigrantët do transferohen në qendrën e riadesimit të ngritur në Gjadër, e cila është transformuar në një strukturë për mbajtjen e emigrantëve të palishëm pas miratimit të një dekreti të ri nga qeveria italiane në mars. Sipas burimeve të mediave italiane, emigrantët kanë shtetësi të ndryshme dhe kanë arritur në Brindisi në ditët e fundit. Ky transferim është pjesë e një plani të gjerë të zbatimit të masave më të ashpra për emigracionin e palishëm, që ka për qëllim riadesimin e emigrantëve pas përfundimit të procedurave ligjore. Në Gjadër, emigrantët do të qëndrojnë përkohësisht deri në përfundimin e procedurave për dërgimin e tyre në vendet e origjinës. Ky ndryshim i funksionimit të qendrës vjen si rezultati i dekretit të ri, i cili nuk ka kufizime në lidhje me kombësinë apo profilin e emigrantëve të dopuar. Qendra e Gjadrit do të akomodojë emigrantë që mund të kenë patur shkelje ligjore të zakonshme, por gjithashtu individ të dënuar për krime të rënda, si vrasje, përdhunime ose trafik droge, që kanë përfunduar dënimin në burgjet italiane. Dekreti parashikon që emigrantët do të mund të qëndrojnë në qendrën e Gjadrit për një periudhë maksimale prej 18 muajsh, ndërsa qeveria italiane ka theksuar se ky ndryshim është plotësisht në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar mes Shqipërisë dhe Italisë.